Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, salavatet dhe selamat i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla për mirësitë dhe begatitë të mëdha që na ka dhënë, në veçantë për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që është udhërëfirësi jonë në organizimin e jetës fetare dhe shoqërore. Është shumë interesante të çështja e muslimanit, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri muslim in amruhu kulluhu khair. Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është për të habit me punën e muslimanit. Të është interesant të muslimanit. E gjithë puna e tij është khair, ka cilët ban khair. Çka do që të ban, ku do që të shkon, ai e shëndron punën e vet, udhëtimin e vet, ndjen e vet, fjetjen e vet, edhe ushimin e vet. Po edhe të mirën edhe të keqen, edhe të thithën edhe të ëmblën e shëndron në ibadet dhe në adhurim. Njëra nga punët e çuditshme të muslimanit është edhe mezhlisi i iniciativës këto. Kështu ne do të thotë sikur se gjithë njerëzit edhe na jemi në çarshi, apo? Sikur se gjithë edhe na pim kafe. Sikur se gjithë edhe na kena dalë, si me thonë, me bo një freskim, një shëtitje, një dalje në qarshinë e vjetër, po është për të habit me punën e muslimanëve dhe me punën e tjerëve. Muslimani, këtë ndejnë e vetë, këtë daljen e vetë, kafën qepin, ujin, longin, qka do që banë muhabetin, të të shëndron një ibadet dhe në adhurim. është kajrë për atë. Kafja jonë është një sikur se të tjerat, pija jonë është një sikur se të tjerat. Ajo që është interesante me muslimonin është se ti duke pi kafe, duke bo qefin e njëtë që e ban edhe ai tjetri, ti kish problem pse pin kafe, pse ke dalë prej shtëpis, pse ke ardhur me njetë, me ndëgju një fjalë të kajrit, ka mundësi njëti më një rafër atë në gjithë me neve që është, çka të ndodh? Të fiton gjunah, të fiton dënimin e Zotit. Shoku se ai kohën e vet, ndejnë e vet, në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend, me të njëjtën kafe shëndron gjunan në të keqe, e ti që je musliman, që ke iman, që je syqel, që din çdo hap tëndën me shfrytzu për ka hajrit dhe ka mira, e shfrytëzon dhe e shëndron kohën tënde, ndejën tënde në ibadet dhe në adhurim. Lusë Allahun Azza wa Jall që edhe kjo takimi joni, kjo ndeja jonë të shëndrojt në ibadet dhe në adhurim, dhe Allahu Azza wa Jall të na regjistrojë në regjistrën e veprave tona të mira, ku në ditën e gjykimit do të dëshmojnë për neve. Është interesante një pyetje që besimtari ja parashtron vetes mas Ramazanit. Dhe pyetja më e rëndësishme që duhet t'ja parashtrojmë në njëri tjetrit, çka mas Ramazanit? Çka mas Ramazanit? Ramazani si muj dhe si stin, si sezon e ibadetit dhe adhurimit, është interesante për gjithë. Allahu Azza wa Jall ka përgadit kushtet dhe rrethonat për ibadet dhe adhurim dhe për shtimin e imanit për gjithë muajin e bekum të Ramazanit. E keni pa në Ramazan edhe më i keq ndryshon. Sot njerëzit më të keq që janë në Ramazan janë ata të cilët i paksojnë të këqijat, ama nuk i shtojnë të mirat. Ama s'ka më i keq me kon në Ramazan, s'pa ku një të keq ka me lan. Edhe nëse është prej atyve që exagjerojnë, e sheh se në Ramazan thotë nuk pi alkool në Ramazan. Zinaqare më i madh, ndoshta edhe që bën ndonjë gjëna tjetër thonë në Ramazan nuk bëj zina. E lën haramin. Ku lutim Allahun që këto haramet i lën për gjithmonë. Por shkaku se Ramazani është stinë e adhurimit dhe ibadetit dhe ndryshimit, të gjithë njerëzit ndryshojnë. Për dallim prej besimtarit natyrisht, ai i cili është në udhë të mirën të hajrit, mundohet që në Ramazan ta shton dozën e ibadetit dhe adhurimit. Ajo që është e rëndësishme që të kuptohet, është se Ramazani është freski për imanin dhe besimin e besimtarit. Nuk është stinë që besimtarin e bën besimtar dhe musliman sezonal. Dhe na, si musliman me mishe me shpirt, du që ta luftojmë sindromin
e smundjes së disa muslimanve që do të thotë bëhen Ramazan musliman sezonal. Ata din vetëm muajin e bekum të Ramazanit, ta nxjerrin kapelin e bardhë, kapuçin e bardhë prej regalit, të marrin të spit në dorë, edhe në Ramazan të ngajnë në për ligjeratat që janë, të ngajnë namaz taravis, të ngajnë me xhlise, niftare, kështu me radhë, e gjithë kjo është mirë, okay, në rregull është, s'kemi asgjë kundra kësaj. Por ajo ndaj të cilës jemi kundra na, është që gjithë kjo e mirë të vazhdon edhe pas Ramazanit. Shoku se Ramazani është sikur se puna e një udhëtarit. Një udhëtarit, një mysafirit që ka marrë një rrugë të gjatë, të lartë, të madhe, edhe nga udhëtimi i madh dhe i tepërt lodhet. E kur lodhet njeriu çka bën? Ulet dikun me pushu pak, me pi një ujë ftohtë, me marr pak fuqi takat. Pse? Pse e bën një gjë të tillë? E bën një gjë të tillë që të fiton më shumë forcë e vullnet për vazhdimin e udhëtimit të tij. E njëjtë është me çështjen e besimtarit, i cili gjatë tan vitit është besimtar, musliman, adhurues i Zotit, i afrohet të mirës, i largohet të keqës, mundohet vazhdimisht që me veprat lloj-llojshme të ndryshme të fiton kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Por muajin e bekum të Ramazanit, çka merr një forcë shtojc. Merr një forcë shtojc që të vazhdon rrugtimin gjatë vitit, çka me intensivitet më të fortë. Shiqoni? Me intensivitet më të fortë, sikur sa udhëtari kur bën një udhëtim gjatë, ndalet edhe pushon. Ai të nesërmën a udhëton vetëm 1 orë a 2, apo udhëton më tepër, udhëton 8 orë, 10 orë, apo? Shoku se ka pushu, ka marrë vullnet dhe takat. E jo ai ta pakson udhëtimin, por se mundohet me shtu dozën e udhëtimit të vet. E njëjta vlen edhe me besimtarin, që në Ramazan çka ndalet me ibadet dhe me adhurim, me punë të mira të hajrit, e shton imanin e vet, besimin e vet, kalit vetveten në adhurime, hek gjuna dryshkën e gjunave, largon prej vetvetes dhe udhëtimin pas kësaj e vazhdon me intensivitet ala më të madh dhe më të fortë. Dhe kjo është poenta dhe pyetja që na muslimanët ja parashtrojmë vetvetes dhe themi çka pas Ramazanit. A ke pyet veten mas Ramazanit, a je dal ma i manli, ma i fort në besimin tënë, ma i freskët në punë, apo valë mas Ramazanit, Allahu më se baft, i ki paksu punë të mira të hajrit. Pyetja e rëndësishme që na duhet parashtru vetvetes, a je sikur se udhëtari që ka me bo më shumë kilometra mas këtij pushimi, apo je nga ata që do të bosh ala ma dembel mas mujt bekum të Ramazanit. Nëse është kështu gjendja që ti ke paksu punë të mira mas Ramazanit, dije se duhesh mu rikthi dhe pyet veten se punë në Ramazan a i ke bo me sinqeritet apo jo. Se nëse është kështu përgjigja, atëherë ka një pikpyetje të madhe të sinqeriteti jot muajin e bekum të Ramazanit. Ki problem ti me sinqeritetin tënd, ki problem me niyetin tënd, ki problem me veprat se pse i ke bo. A i ke bo shkaku se Allah Azza wa Jall i kërkon kështu në këtë formë, apo i ke bo pse gjithë njerëzit kanë vepruar ashtu. Që na do thot fatkeqësisht pas heri me vepra e dëshmojmë një gjë të tillë. Gjatë muajit bekum të Ramazanit, xhamiat i kemi të mbushura, bilet të mbushura. Besimtarët i kemi të gatshëm që për çdo punë të mirë me ndihmu. Një fukara, një piklot me nxjerr, gjithë solidarizon me te. Një njeri, çfarëdo që kërkon, mundon njerëzit me a përmbush atë. Shohim njerëzit që e vizitojnë njëri tjetrin. Vizita e farefisit, shtrojnë sofra. Apo? Dhe shumë projekte të mira dhe bëmirëse i shohim të gjalla në Ramazan. Si që ka në Ramazani, e shetë të kundës në xhamiat zbrazën, njerëzit nuk janë të gatshëm me kontribu sikur se kontribojnë, nuk janë të gatshëm me solidarizu sikur se solidarizojnë zakonisht. Gjatë muajit bekum të Ramazanit, e gjithë kjo është një mesazh negativ që na bën neve të tillë
që me vepra dëshmojmë se na jemi musliman sezonal. Jo kësaj smunde, jo këtij sindromi negativ, dhe na duhet themi që na jemi adhurues të Allahut në Ramazan, pas Ramazanit dhe para Ramazanit. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroje Zotin tënd deri në vdekje, derisa të vjen bindja. Thot Allahu Azza wa Jall: "Hatta ya'tiyaka al-yaqin." Ka përmend këtu vdekjen me emrin yaqin, bindje, shkaku se nuk ka hamendje në vdekjen e njeriut. S'ka hamendje se na kena me vdek një ditë. Gjithna. Kur është ai moment, mundet shtash me kon. Mundet nesër me kon. Mundet mas nesër me kon. Mundet mas 100 vjetëve. Por na e kemi për obligim të adhurojmë Allahun Azza wa Jall derisa të na vjen bindja, derisa të na vjen melaçi e vdekjes me na e marrë shpirtin. Deri në atë moment na duhet bëjmë vepra. Yaqini nuk është në Ramazan, bindja, vdekja nuk është në Ramazan. Që në Ramazan të punojmë, të veprojmë, e pas Ramazanit çka të bëhemi për tas, të bëjmë dembela, të mos veprojmë. Për këtë shkak thot Isa alayhis salam, siç përmend Allahu Azza wa Jall në surat Maryam: "Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Isa alayhis salam thot dhe Allahu Azza wa Jall më mësoj, më detyroj, më obligoj bis salati waz zakati ma dumtu hayya, që të falem, ta lutem Allahun Azza wa Jall, të jap zeqat, thot ta pastroj shpirtin me ibadete që jam për Allahun Azza wa Jall, ta pastroj shpirtin nga lakmia e kësaj dunjoje që manifestohet me sadaka, me zeqat, ma dumtu hayya, derisa të jem gjallë. Derisa të jem gjallë, duhet veprejnë këtë formë që unë të manifestoj ibadetin dhe adhurimin tim për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dietarët e mëparshëm kanë pas traditë, zanat, sidomos sahabët radhiyallahu anhum, që 6 muaj para Ramazanit ta lusin Allahun Azza wa Jall që Allah t'ju jep ymër e shëndet që të hinë Ramazan. Kanë budo 6 muaj para Ramazanit, kanë thonë: "O Allah, na jep ymër shëndet hinë Ramazan, na mundso ta fillojmë Ramazanin me besimtar, na mundso, na jep kështu me radhë." Thonë sahabët, edhe 6 muaj mas Ramazanit e lutshmi Allahun që të na i pranon Ramazanin. Po është Zotin, sinqerisht përgjigju vetës. Atë ka shku njëherë nërmend mas Ramazanit, me një sejdë me thonë: "O Allah, mi prano adhurimet e Ramazanit." Ha? Shumë thjesht. Na kur gjo, mos fitofshim prej këtij dersit, unë du mi kuptu 2 mesela. Këto 2 mesazhe i kam. I kam 2 mesazhe. E para, që mos bëhemi musliman sezonal, por të bëhemi musliman që vazhdimisht janë musliman, jo vetëm në Ramazan. E dyta, nisemi me bo dua prej sodit që Allah të na e pranon veprat e mira që i kemi vepruar gjatë muajve kum të Ramazanit. Çto 2 mesazhe i kam, do të folë ala më shumë. Por këto 2 llafe, ti moj mend prej këtij dersi, prej këtij mezhlisi, me lenin Allahut Azza wa Jalla ja kemi arrit qëllimin. S'kërkova shumë. Cilat ishin ato natë? Të më në gjatë kështu, troka kështu me të parën. Do të thonë që ta lutem Allah që na shpranu prej Ramazanit, ibadetet e Ramazanit. E dyta? 2 përmenda. Mos bëjmë musliman sezonal. Po na të falmi namaznat edhe mas Ramazanit. Të vizitojmë falefilisit edhe mas Ramazanit, të ndihmojmë fukarave edhe mas Ramazanit, të mushim safët e xhamisë edhe mas Ramazanit. Apo? Të jemi të freskët për aktivitete edhe mas Ramazanit. Sikurse në Ramazan, vishëtoj shoxho, nesër këshire mus mungon ders tu kina atë kete kum tir kete kum sirat, këshirëm da vegjin Ramazan, gjallëri, punë, aktivitet. Gjitha, se cilë me atë formën e vetë. Hajde të bëjmë diçka, të shkojmë aty, ta bëjmë një mezhlis, ta bëjmë një ders. Ku janë këto llafe mas Ramazanit? Mas Ramazanit, fatkeqësisht në dersin e parë që e banëm të mërkurën, do të gjimsa e xhamatit që janë zakonisht
tregut në ders nuk ishin prezent. Apo bule? Gjimse nuk ishin prezent. Pse? I na lodhe 30 derse, ku? Ani dikush që ka shku në 2 derse. Sot kita amortizerat më kanë shlu gjë. S'muj ma. Me ca me kona i ma i fort. Shta shpit 60 derse me thonë, bile një 10 bajnë brenda mujtë. Se s'ka 10 derse brenda mujtë. Me alë me në thonë, o bile një 10 brenda mujtë. Se mësu nga 60 për një mujtë. Shta shbile ka një 10. Po bile 10% 6 me thonë brenda mujtë. Pas 4 si min gjendje, mi përcjedh me një gjami të një hoqë. Që këshirë edhe iniciativën sot. Që është dhe tot defekt në vete që të regon. Dhe besoni që është një farë fobie edhe tek vetë hoxalartë, që një pjesë e madhe e tymve që u konsultojsha para do ditve, thëshin leneve se janë lodh njerëzën në Ramazan, kina me njësë kur të njësë shkolla. Po na muslimani na vetëm kur njësë shkolla. Për kundrazi dhe thotë. Vazhdimësia e derisave mas Ramazanit thotë nuk ban mund ndërprej. Bile njerëzit që kanë qenë aktiv në Ramazan duhet t'jene ata të cilët insistojnë që të vazhdojnë ligjëratat më të madhe mas Ramazanit. I është thonë Bishrit rahmetullah alej, ka thonë o Bishr, ka ndollë disa njerëz që e njohin Allahun azza wa jalla dhe bëjnë ibadet dhe adhurim vetëm muajin e bekum të Ramazanit. I kanë thonë, çka mendon ti për këta? Si i thu kësaj pune? Në Ramazan janë aktiv të gjallë, punëtori, ibadetxhi, çdo të mirës i shkojnë mbrapa, mundon me vepru. Edhe i thënë Bishrit, çka mendon për këta njerëz? Tha Bishri rahmetullah alej, bi'sal qawm la ya'rifuna lillahi haqqa illa fi shahr Ramadan. Thot sa populli keq është ai populli i cili nuk ja hapin hakin Allahut azza wa jall përveç në Ramazan. Haki Allahut azza wa jall që na është të adhurojmë atë edhe mas Ramazanit, që të falim namaz edhe mas Ramazanit, që do mos të ndalim të 5 kohët e namazit. Në zot fatkeqësisht të kemi një disbalans të hatashëm. Njerëzit gjatë mujt bekum të Ramazanit 5 kohë namaz, në xhami, namaz natën, taravi, aty këto, aktiv, sadaka, këtë mirat. Shkon Ramazani, as 5 vakt nuk i fal. E fal në drek, në akşam jaci për qef, për sfladi. Zot problem është kjo. E thot Bishri, sa popull i keq, e sa ngabim të madh është një popull i cili nuk ja din hakin Allahut azza wa jall përveç se në gjatë muajit të bekum të Ramazanit. O shpyt Shelebi rahimahullah dhe jo shtonën ejem më afdal Rajab e u Shaban, ka thonë cili muaj është më i mirë, a është muaj Rajab apo muaj Shaban? Ka thonë ky djetari madh Shelebi rahmetullah alej, ka thonë la tekun Rajabiyan wala Sha'baniyan walakin kun Rabbaniyan. Ka thonë mos u ban Rajabxhi e as Sha'banxhi. Thotë mos u ban musliman me muaj, me sezone. Walakin kun Rabbaniyan, por se bëhu adhuruesi i Allahut. Mos u ban adhuruesi i muajit. Mos u ban adhuruesi i muajit, por se bëhu adhuruesi i Allahut azza wa jall. Stina e Ramazanit nuk është stina që adhurojmë stinën, por so stinën të cilën shtojmë dozën e adhurimit ndaj Allahut, jo ndaj muajit. Shpeshherë ka keq kuptim në kuptimin e vlerës së muajit të bekum të Ramazanit. Që njerëzit ma shumë e lartësojnë muajin se sa Allahun azza wa jall. Pastaj fatkeqësisht një pjesë e njerëzve veprat që i bëjnë, punë që i bëjnë shkaku se gjithë e bëjnë, është ambienti ashtu. Po mirë po na u shëndru në ambientin gjunahe e në të këqia, qkan edhe nashta shkina në bojt gjunahe dhe të këqia sikur se të tjerit, Allah në rujt nga kjo.
Na nuk ban mu bo pasues dhe imitues të verber, por se na duhet të bëhemi gjallërues i të mireve që i ka çdo muj në vete. Na shtash para vetes kemi mujin e bekum, Dhul Qida, kemi mujin Dhul Hijja. Çka shtash? Vetëm atë muj kena me prit 10 ditë thot aty muj të madh, çto 10 ditë mësoni afet kena me vazhdu keq, e mësoni kena me prit mujin Muharram, kam na kujtu shpëtimi i Musës dhe kështu me radhë, këtë me sezona. Të çdo di muj ka një muj të veçantë, ka një datë interesante, edhe na shta kena me bo, vetëm që ato muj kena me gjallë. Dhe për këtë shkak, djetarët rëpsisht, për dalim prej dervishve, rëpsisht, kanë luftu veqimin e disa netve gjatë vitit dhe gjallërimin e atimve në veçanti. Jo se s'dojnë që besimtarët bëjnë ibadet, jo, nga se këto veqime besimtarët i largojnë nga vazhdojshmëria në ibadet dhe në adhurime. Ki pa, disa njerëz që kanë kuptu kështu fejnë, vetëm kur ka not madha i pret t'i dhezna në xhami dritat, qatë nata i dele fal akshomin jacin, ban një tatlin një baklav, edhe ta më mdekaloj ajo nat, shash e ka me prit deri sa të vere lejletul berat, lejletul kojt diçka, vetëm qatë nata i din musliman me kon. Qerat nat nuk janë të mdoja, sos ma beti. Jo, gjdo nat është e madhe të Allahu Azza wa Jall. Gjdo frim marje është e madhe për ti. Si që kanë thonë sahabët, kanë thonë gjdo frim marje është jetë e jote. Edhe çdo shfrimari që e merr më tepër të kanë bet më pak nga ymri jot. Që sa u bë që e nisëm ligjeratën? Ha? 22 minuta. 22 minuta më pak të kanë bet për jetës tonë. A ma kesh ndërës, kesh nasjat. 22 minuta më pak i kita dishket, më sara. Edhe disa sekundat që kalun duke përmend atë 22 minutë. Kur dhe nismi na kështu me llogarit punët e tona. Na fatkeqësisht jemi shëndrum musliman besimtar sezonal pa vetdijen tonë. Pa qenë vetdijshëm se kemi hi me një devijim të hatashëm. Kemi hi në një devijim të hatashëm, i cili devijim është shkatrues, i cili devijim të ndalë dhe të pengon nga punët e mira. Shpesher, kur t'i thush dikujt, bidata është festimi i kësaj nate, thot ti i kundra ibadetit. Unë s'jam kundra ibadetit. Unë jam për ibadetin. Unë jam nga ata që kanë qef që me bindë dhe me qëtin që gjdo natë të Allahot ti me madhuru dhe me dhashtu. Gjdo natë ti madhuru Allahon Azza wa Jall. Jo vetëm një natë në vit. Jo vetëm natën e kadrit të apriti që atë natë ti me të në tekë se dush marë në xhami. Me gjdo vlerë dhe respekt dhe asoj nate. Ama na jemi kundra kësaj. Sepse na jemi musliman që spaku 5 herë në ditë në thret e zoni hayya ala salah, hayya ala salah. Na thot hajde namaz. Spaku 5 herë në ditë. Mos folmi që ka sunnete, që ka namaznate, që ka shumë adhurime tjera që na i shpërfilim dhe mundohemi që me 1 natë, 2 natë, 3 natë, 5 natë, 10 natë gjatë vitit që janë, çka me fitu xheneti dhe mu tregu se na jemi diçka. A e vërejnë lidhshmërinë, dikush fillon me Ramazan, bëhet musliman sezonal në Ramazan, pastaj çka mundohet, çka 1 natë në Ramazan, 1 natë në mes të vitit, 1 natë fund të vitit. Sikurse do musliman që alos kanë hi bilek 50 vjet, agjërojnë fillim të Ramazanit, mes të Ramazanit, në fund të Ramazanit. 50 vjet ai s'ka hi bilek alos si duhet. Çka ndodh kjo? Është bë musliman sezonal. Apo pret vetëm natën e kadrit. Apo pret vetëm ndonjë natë të madhe që ai me marr kapuçin, me marr të spite dhe me dalë më ushit ati musliman, bile me shit mend. Ai atë natë, një natë në vjet vjen të xhamia, 500 tollovia i ban. Pse s'dira në xhamia. Ka vërejtje për këtë, ka vërejtje për atë, ka vërejtje, vetëm vërejtje ka, vetëm din me shah. Shkaku se si a din rendin në xhamin dhe si din rendet e islamit dhe muslimanëve. Përmend me këto dhe të këshilla. Mundohu me falendru Allahun Azza wa Jall që ta mundsoj me jetu gjatë mujt bekum të Ramazanit. Dhe mi dol në fund të Ramazanit me boti i Bajram. Me sa njerëz, me sa shok në e nisëm Ramazanin, një pjesë për tymve nuk patën fatin me bo Bajram me neve. Sa për xhamatlive që nisëm bashkë me neve me agjeru,
gjatë mujt bekum të Ramazanit i qumë të vorët. I vorasëm. Si ju tha me gëzësh bajromin në fund bajramit. A e din se ti ke pas mundësi me kom prej atynve? Atë ka shku ndërmend me thonë alhamdulillah që Allahu më dha imër dhe shëndet dhe mi përjetu dhe mi shiju knatësit dhe begatit që i mban dhe ngërthën në vete mu i bekum i Ramazanit. E dyta, a i mërzit dë njerë që shkoj Ramazani, atë ka ardhë keq që mbaroj, shkoj, apo thove, ahura atumbe, që si firë, ha buk, shko, mës ha, mës pin, zet, atë ketë, shkon të ravi, shkon niftar, shumë kojnë ngush, shumë stres, që shkoj. Apo e kundër të e mërzit pëse shkoj. Nëse ke komentur mbarimin e Ramazanin të këtë formë, që kek një barë, një telashe prej vetës, ti ki problem me Ramazanin, definitivisht. Ki problem me konceptin Ramazan. Nëse nga ata që e mërzit, që shkoj kjo stin, që shkoj kjo mundësie madhe, për punë të madhe, ambient të kështu me rath, atër alhamdulillah dhe falenderoje Allahun subhanu wa ta'ala. Nëse nga ata që kanë ditë me mirëprit Ramazanit dhe me përcjell si duhet si ka i, e falenderoj Allahun azza wa jall. Nëse nga ata që ke hin Ramazan e ke dal ma ketë sa që ke hin, se ki vonë më përmisu. Sa më shpejt, fillo korrigjimin dhe përmirësimin tënd. Fatkeqësisht, disa njerëz që kanë rënë diete, kur hin Ramazan, namazi drekës ju hik. E para iftarit mendë se i qënë për i gjumit. Mi që një kindi, del belamat. Nëse kje qenë nga ta, përmisoju dhe pendohu të Allahu azza wa jall, se të kanë hik shumë mundësi dhe vlera dhe begatit të mdhaja, që ke pas mundësi me i fitu gjatë mujtë të bekum të Ramazanit. Mos u ban nga ta, si që përmendëm, që ju ndërprejt i badeti me mbarimin e Ramazanit. Por se banu musliman që vepron në formë konstante, të vazhdueshme, që vazhdimisht ai punon, edhe banu kështu. Nëse në Ramazan ke qenë nga ata që kanë dhënë sadaka, kanë falë namaznate, do gjitha i ki pas brenda një dite. E ki pa në Ramazan, Allah azza wa jall t'i ban të mundshme 10-20 ibadete me i bon brenda një dite. Si njerëzin ders, atë këtë 100 punë i ban. Këtë janë punë të mira. Mundohu mas Ramazanit, bile pi atëm dhe 10 punëve që i ki bo brenda një ditës, mundohu që se cilën prej tymve ka një me bon dit. Shemon Ramazan, ke fal namaznate, ke dhon sadaka, ke thirr ders, ke dhon kishtru iftare, ke shku në vizit, mundohu jashtë Ramazanit kështu me bon. Një dit me dhon sadaka, një dit me vizitu një farefis, një dit me thirr ders, një dit me buket. Dhe të spaku ka njën dit mi pas ti nga vepra që i ban. Por se pyetja vjen kështu shtash, a ki listën ti, planin, a ki skicën e punëve të mira? Kush ka bo skicë? Kush i ka të shkru me një 10 punë të mira që du të me bo bile ka njën dit? Apo i bëjmë punë të komojde? Dalë, mi qka dale, hajde. Si dale, kjo mirë. Bane me njetë. Sepse edhe mos me e bo, kish problem. Kjo është pojenta. Edhe mos me mri me e bo, kish problem. Sepse ki dasht me e bo. E s'ke mujt me e bo, me dhe me mri atë vepër, shka ku i kësarsive. Ti ki bo njetë që sot, kimi asil dhe qysh me dhonë sadaka. Por qëtë dul puna me dol nus, dul puna me shku spital, dhe një të lashë, sën ke dhonë sadaka. Ta shkru në Allahu me lejnë e ti, që ke dhonë sadakatet, edhe pëse s'ke dhonë. Ke bo njetë me vizitu farefisin, ama që tërdë misafir, plasin i cef të shpia, po i shprej, shemboj shumë thjesht të kështu. Dhe s'mujte me shku misafir. Ta shkru në Allahu që ke shku misafir. Ke pas njetë, plan ki pas ti me bo atë punë të mirë. Dhe banu nga musliman të tjilë, që mas Ramazanit mundon gjitha veprat e mira në Ramazan mi bo, bile s'paku ka njën dit. E pesta, ka thonë djetarët e selefit, alamet dhe shenjë e pranimit të veprave dhe ibadeteve në Ramazan, është vazhdimi i veprave mas Ramazanit.
Kështu është test e shtim se cilë vetën. Unë mas Ramazanit, a kom vazhdu me punë të mira? Nëso përgjigja po, ka thonë kjo është alamet se Allah të ka pranu punë të mira në Ramazan. Nëso është përgjigja negativ, jo, ik pyetje madhe me punë të mira që i ke. Ma gjë një muj, u lodhëm garantën. Rezultati ka zonë. Ti vetë jep gjevapin vetës, jo, në mësë më ne fajnë mu. Ti vetë jep ja gjevapin vetës. Dhe, këshire dhe tëtë, si ki punë me punë të mira mas Ramazanit. Ramazani është nga ibadetet e sinceritetit dhe arrin kulminacionin e sinceritetit, apo sa që shumë dietarë prej selefit kanë thonën shahrul ikhlas, kanë thonë muaj i sinceritetit. E ibadetul ikhlas, kanë thonë adhurimi i sinceritetit. Pse? Sepse agjerimi është fund dhe krye dhe thotë sinceritet. Shkaku se namazi është ibadet i cili shifet, apo? Për me u falë, une gjithë më shifni. Kini me thonë o gja falë dyre qate, pse du të më që me marë abdes, më këthi ka kibla, me thonë Allah Ekber, me lexoj ham, e shifni. Ama kush më në dikton për juve, se qaj djali që atë me një qështë nuk është agjerueshëm. është ibadet i sinceritetit. Kanë thonë dietarët, gjatë mujt bekum të Ramazanit, besimtari ka litet me sinceritet. Mundot edhe punë tjera me i bo kështu me sinceritet, që mos ta shohin njerëzit, sikurse agjërimin e mban në sheft, si ashe kur kush, mundot edhe në disa vepra tjera ta implementon sinceritetin. Dhe të bëhet nga besimtarët e sinqert që mbrojnë dhe mbrojnë sinceritetin e vet në gjitha veprat që i veprojnë. Mundohet që mas Ramazanit mi shtu në nafilet, punë që janë dhe të të vullnetare. Nga punët vullnetare që bëj pyetje, sa për juve i kanë agjeru 6 ditët e shevalit? Sa për juve i kanë agjeru 6 ditët e shevalit? Që janë 6 ditë mas Ramazanit, që thot pejgamberi sallallahu men sa me Ramadane, thumë atba'u sitten min shawal, kane lehu ke siyami dahr. Kush e agjeron Ramazanin, pastaj ja bashkan gjetë 6 ditë të shevalit shpërblej sikur se më agjeru tanë vitin. Thot Imam Nevevi rahimullah, thot ka shpërblimin e agjerimit të tanë vitit, shoku se Allah azza xal çdo vepër e shpërblen 10 fish. Thot një muj Ramazan, Allah e shpërblen sikur se më agjeru 10 muj. Jesin edhe 2 muj, që janë 60 ditë. Thot dhe 6 ditë Allah e shpërblen 10 fish, që bon 60 ditë, dhe kështu thot bon 12 muj agjerim të plot me agjerimin e Ramazanit dhe 6 ditëve të shevalit. Pse se fitove këtë shpërblim? Pse s'don me fitua në këtë shpërblim? Mos tu japi nesër, nëse s'ke nisë, si ke agjeru, prej nesër 6 ditë e shevalit, fillon me agjeru. Kanë met dikun, mos gabov shan mbi 10 ditë. Apo 10 ditë më spaku kanë bet, prej mujt sheval që ke mundësin dhe shansën me fitu shpërblimin e agjerimit të 10 ditëve. Kështu dhe në nafilet e tjera, në sadakat e tjera, në punë të mira që i ban besimtari si punë vullnetare. Mundohu që të bëhesh davexhi dhe mas Ramazanit. Njerëzit mi thirrën kajrë dhe në të mirë ashtu si i thirrën Ramazan, dhe e fundit mundohu mu shoshnu me shok të mirë, e devotshëm, e të kajrit, sepse njeri është në fejnë e shokut të vetë, ashtu si në Ramazan u kalit edhe u mësove mu shoshnu me njerëz të mirë, që të thrasin në xhami, që të thrasin në Ramazan, që të thrasin në iftare, në projekte të mira në të kajrit, mundohu edhe mas të Ramazanit përqëndrohesh me atë shoqëri që të arrush dinin dhe imanin tënd. Lutja Allahun azza wa jall që të kemi dobi nga kjo që e dëgjum dhe mësum, që të na regjistron këtë çast në regjistrin e veprave tona të mira dhe që të na bën të mundshme që na jetën tonë ta kalojmë ashtu si është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu e shpëlef për sabrin dhe durimin. Nëse ka ndaj pyetje dikush të tërna. Sot na tregoni dish për esnafin,
apo e snafllëkjen e qarshis? Pyetje interesant, masi që jemi në qarshi, ja vlen që me përmend, do thot këtë përgjigje. Kur jemi te snafllëki i qarshis, sikur se ti kisha do xhamatli pak ma pleq, që njihen si esnafat e qarshis, do të kishte qenë përfitimi alo më i madh. Por kam nisi me folë edhe unë, sepse prej moshës 8 apo 9 vjeçare deri në moshën 11 apo 12 vjeçare kam qenë do të thotë qirak këtu në qarshina për çto mohallat, kam punuar për disa në një dyqan do të thotë si qirak, dhe sadokudo Allahu azza xhan më ka bëu të mundshme që të jetoj një pjesë të jetës time do të thotë me ato esnafa të atij zamani. Nga snafllëku i qarshis ka qenë që gjithë dyqanxhit apo shumica prej tyre në mëngjes herët të dalin dhe të pastrojnë dyqanet e veta dhe para dyqaneve të mos lënë asnjë bërllak. Të kanë dalë dhe i kanë qelë dyqanet herët. Nga snafllëku i qarshis ka qenë që shumica prej tyre kanë pas fukara që për çdo ditë kanë ardhur të dyqani i tyre dhe kanë marrë ndihmë, që i kanë po me sytë e mi. Vishin njerëz caktuar te ustaj dhe të shumë ustallar tjerë që i njeh kjo qarshi të atij zamani, të cilët do të thotë i kanë dhënë një pjesë të sadakos zakonisht mas dreke vishin apo ka akshomi në aksham pazar dhe ju jepshin do të thotë sadaka dhe ndihmë atyve nevojtarve. Nga snafllëku i qarshis ka qenë që kur thirrë ezani me shku mu fal. Nga snafllëku i qarshis ka qenë që askush të mos qëndron para dyqanit. E konsidereshin selaklëk, katunarlëk. E konsidereshin selak të prapambetur, jo se me qenë katunar është në nënçmim, por se përdorshin këtë fjalë në atë zaman për mi tregu se ti i prapambetur, i keq, të qërin para dyqanit. Shkaku se ishte fotografi e keqe në atë kohë që njerëzit apo dyqanxhiu tren para dyqanit. Por se gjithë rinin brenda në dyqan e kushit kur dëshin mu pa me zvete, do të thotë qirakin e nxershin e lishin para kacës, afër do të thotë i zdogit të dyqanit e ai shikit e kushia mrena dyqan pishin çaj. Zakonisht të një kushi që e kish dyqanin pak më të madh. Nga snafllëki i qarshis ka qenë që ata janë konë njerëz këshilltar, këshillues, njerëz pak më mendar, më të mirë, më të urtë, që njerëzit vishin te ustallarët edhe mirëshin këshilla për shumë punë, për feju folke, për nasihat, për din, për domaçinllëk. Kanë qenë njerëz që i kanë ndihmu njerëzit kur kanë qenë në zor. Esnafat e qarshis. Dhe asnjëherë si kanë dhënë udhë të keqës. Ndu çdo herë, do të thotë me qenë njerëz ku të tjerët janë referu te ata. Për këshilla, për nasihate dhe për shumë punë të mira. Unë e di shumë dyqane këtu në qarshi që ustallarët ishin edhe mualime, i mësojshin qirak të vetë edhe Kur'an. Gazda i dyqanit, ustaj, thotë një kohë prej punës, prej orarit punës, e kalojke çka që qirakëve a mësejke e lifin, Kur'anin. E di këtë fort mirë në këtë, kur kusën më mohoje. Vetë kam qenë prej atinve qirakëve. U respektejke, do thotë punëtori, u ndihmojke, kur shkojshmi si qirak, ustaj na çike me çun ndonjë papuçe apo ndonjë kundër të ndonjë ustat tjetër, ai do të zakonisht ose na jepke ndonjë hedi, ndonjë bakshish të vogël, ose theke unë gjë me agën pije një lang, një sak, a ke hongër buk, unë gjë pak pusho, edhe atër të ke hajde shko të ustaj atë apet. Edhe na provojshin, na shifshin sa dina me majt e manetin, e folshin ndonjë fjalë të keqe për ustajin ton. E masani ata me zvete shifshin, a ka dit ki me majt e manetin, a ka dit me mbajt besën, a ka dit dhe tot
apo ka qenë nga njerëz të cilët i kanë bajt fjalët. Fatkeqësisht, do të sot një pjesë, do të thotë e madhe në dyqanet e çarshis i bartin llafët, do të thotë shpeshherë gjon llafe grash, dezinformata, punë pa lidhje dhe kështu me radhë. Të çarshia i ka pas rendet e veta, i ka pas stafllëkët e veta, a mos folmi që në atë zaman një hoç kur u hunçke apo kur hike me një dyqan me blej një par këpuc apo me blej diçka tjetër, do të thotë zakonisht se lishin e snafat pa ja dhon një çaj e pa mbledh 5-6 tjerë e pa ja parashtru një 10-15 fetfa, pyetje kërkesa për punë që i kishin e masani në fund pasi që ndërëshin dhe bëjshin ikram hoxhën dietarin, thot i thëshin udhe martë koft dhe hetë so gjo ka i ki udhe. E mos folmi që ka qenë prezent selami me të madhe. Thot u thëkje selam aleikum ka qenë fjale njohur dhe ditun të esnafat e çarshis. Dhe shumë punë tjera të mira që do thot mund dal, ndoshta ja vlen një nasihat, një ders në vete me bot veçant, vetëm për esnafllëkin që e ka pas çarshia e vjetër, kulusim Allahun azza wa xal që atë traditë mirë ta kthen edhe në kohën e sotit, derisa edhe Maqedonët që kanë qenë çarshi ustallartë e diun e shumë prej tyre ustakolin e përmendi që shkokole i thëshmi në atë kohë, i cilët ta më mili ka qenë do thotë esnafi çarshis, që ka ditë rendin e stafllëkit, që sot fatkeqësisht shumë musliman e shqiptarë kështu me radhë si a din rendin çarshis si e ka ditë ai në atë kohë. Ka qenë ta më mili njeri që ka ditë shumë rende dhe shumë ustallar tjerë. Me anxhi që kanë qenë që në Ramazanun e përmenda, kanë qenë do të thotë Maqedon, ama kur vike Ramazani, dyqanet vetë vneke perdet jeshilta. Por e diune kur të shumë ustallar që s'kanë qenë musliman, kur qëshmi madh, i zishmi të honga po të pi, më shef në Ramazan. Në dyqan vetë më shef këtë dikun, po edhe kur hishe, e më shef këtë. Par me të nderu. Qirakun e cullë e më konë, 12 vjetë, 10 vjetë, sa i kumë pas. Me gjithat, u mundeke me të regu respekt ndaj muslimanit. E sot, sa e prej muslimanve, pikë të Ramazanit pa mare, i qelin restoranët e veta, gjelltorët e veta, dhe mundot me thonë, na jemi esnafat e çarshis. Ju jeni selakat e çarshis. Ju jeni të prapambeturit e çarshis, që ja hupët namin dhe vlerën dhe esnafllëkin çarshis. Këtë e thënë gjithë esnafat e çarshis. Dhe sot, iniciativa e shoqatës esnafit e çarshis është në çdo mbledhje që dyqangjive me ju thonë mos rini para dyqanave. Sot është kërkesa atimve. Është kërkesa atimve që esnafllëkin t'ja kthejnë çarshis sikur se ka qenë më përpara. Për çat më herët ju e dini fort mirë se ka kushtuar një dyqan me ble këto, e sot sa kushton. Ju e dini fort mirë më herët sa punë ka pas në dyqani çarshis, e sot sa ka punë. Dhe gjallërin që ka pas çarshia në atë kohë dhe sot sa e ka. E gjithë kjo është shkaku i gabimeve dhe lëshimeve që i kanë bo esnafat e çarshis. Kulusim Allahun që Allahu përsëri të kthen ato esnafa ashtu siç kanë qenë në të kaluar. Si duhet të jetë sjellja e muslimanit ndaj jo muslimanëve? Sjellja e muslimanit ndaj jo muslimanëve duhet të jetë me drejtësi. Drejtësia është ligj i Zotit që vlen edhe për muslimanin edhe për jo muslimanin. Duhet të jetë me sinqeritet, jo me hile dhe me dallavere. Por se duhet të jetë me sinqeritet, me moral të mirë, sjellje të shëndosh, pa marrë parasysh divergjencës fetare. Pse një tjetër ka një fe tjetër, nuk është të thonë që ti duhesh sillesh keq me atë. Përkundrazi, ndoshta duhesh sillesh më mirë me atë që t'ja zbutish zemrën e ta kupton mirësjelljen shkaku se Islamit mëson ashtu.
në shumë segmente dhe aspekte tjera që na duhet kemi kujdes të veçantë ndaj jo muslimanëve. Sidomos na qetojmë në një shoqëri ku është e përzierë me musliman dhe me jo musliman. Sa ka se vape personi i cili pastron rrugën vullnetarisht. Pastrimi i rrugëve vullnetarisht është do të thotë pjesë e imanit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa imatatul adha anit tariqi sadaqa. Disa vende tjera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmend, thot, dhe largimi i papastërtisë, pengesës për rrugës është sadaka, është punë e mirë, është mirësi. Në disa hadithe tjera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmend se kulminacioni i Islamit është kjo, e thot pjesa më e vogël e imanit është largimi i papastërtisë apo pengesës për rrugës. Pra, largimin e pengesës për rrugës e ka emërtu iman, besim. Pra besimtari shpërblet dhe i shtohet imani kur largon papastërtinë për rrugës. Numrin dhe përcaktimin e kësaj nuk ka ndonjë numër, por se na themi një e mirë të shpërblet dhe të thysh te Allahu subhanahu wa taala deri 70.000 herë. Pra, një largimi një pengesës për rrugës, Allahu azza xal të shpërblen me 10 sevape, më spaku. Deri 70.000 fish. Apo? Deri 70.000 fish. Pa largimin një të keqës, një pengesë për rrugës, ka mundësi Allahu azza xal me të shkruaj 70.000 sevape. Ama minimum 10 të shkruan me lejen e Allahut subhanahu wa taala nëse atë vepër e ban për iman dhe për sevap. Ka dallim. Një njeri largon pengesën për rrugës për me tregu se ajo është ekologjist, është i kulturum, emancipum, ko e diçka une, dhe një musliman tjetër e largon pengesën për rrugës, shkaku se largimi pengesës është sadaka, dhe shkaku se pengon. Dhe shkaku se ekologjia e kërkon një gjë të tillë. Emancipimi, kultura bashkëkohore e kërkon një gjë të tillë. Por ai paremisht e bën pse Allahu ka qef kështu. Dhe plus tjera të mira që i ka në vete. Pra mundohu që kur ta largosh pengesën për rrugës ta bësh pse Allahu gëzohet me këtë vepër, e pastaj për ekologji, e për kulturë, edukat, emancipim dhe kështu me radhë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ka tjetër pyetje? Nëse vao për shembull, sa ka vlerën e shumë? Nuk e di. Amin. Urna. Në Facebook i për shembull e ka pru këtë botën me një vend. Shumë informata në vend i këtë botës. Si dallon vendi për vendi. Është të me një vend jena multietnik, domethënë përzi. Edhe shumicën e rasteve domethënë ndin të trit e shesi Makedonë dhe ka një çfarë. Si pse me tjetër fe e kjo muslimane, mendon se çashtu duhet me nejë. A ka kështu? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la farqa baina arabin wa ajami. Nuk ka dallim mes arabit dhe jo arabit. Nuk ka dallim mes shqiptarit dhe maqedonit. Nuk ka dallim mes shqiptarit dhe turkut, mes turkut dhe arabit. Nuk ka dallim. Përveç se me takvallak. Na nëse i urejmë njerëzit shkaku i nacionalitetit, kjo është gjëna në vete. është mëkat në vete. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Më i miri prej jush te Allahu është ai i cili është më i devotshëm. Vallahi. Ka mundsi një maqedon musliman tjetë më i mirë, më i devotshëm, më i dashur te Allahu se sa 100 shqiptar tjerë. Se sa 100 arab tjerë. Me 100, me 1000, me 1 milion.
Na do të thot fatkeqësisht kemi do të thot edukata deviante, sidomos te trit, që mundohen që disa urrejtje të veta që janë deviante, disa do të thot smundje shpirtërore me arsyetu me nacionalizëm, që është gabim dhe haram. Nuk lejohet. Na duhet të përmendmi gabimet dhe sjelljet deviante, pa marrë parasysh se kush i ban dhe kush i vepron. Qartë? Nuk lejohet na një gabim me anvesh një nacionaliteti. Se për ndryshe jemi bo si kur ata. Na duhet të përmendmi gabimet që janë, sjelljet që janë, pa marrë parasysh se kush i ka, Shqiptarja, Maqedonia, Turqia, Romi, Arapi, ku dikush. Pa marrë parasysh kush i ka. Na përmendmi se kjo vepër është gabim. A e ki ti, a e ka ki tjetëri, nuk është me rëndësi. Dhe jo na mi stërmadhu punt kur e ka një komp i përcaktuar një gabim, e me zvoglu kur e kemi na. Allah na rujt nga këto veset këqija. Dhe na du të kemi parasysh se jetojmë me një vend dhe shtet multietnik dhe multikonfesional, multifetar, shumë fetar. Këtu ka shumë fej. Thot muslimant janë që këto që janë, krishterët janë do të thot ndamë në ortodoks, dhe katolik dhe protestant, apo ki njëjt jahudit, ki njëjt do të thot nga ana tjetër ki edhe ata ateistat, ki ata do të thot që janë hiç pa kur një farë fej, ki marksista, leninista, kuj diçka une, ki parasysh se gjitha këto divergjencat i dushmi menaxhumi pas parasysh. Dhe na kur e flasim hakin dhe të vërtetën, nuk du të kemi qëllim dhe synim ta ofendojmë tjetrin pse është në gabim. Jo, na qëllim dhe synim final du të ta kemi këtë, që t'u asqarojmë gabimin të tjerëve, jo t'i ofendojmë se kanë rënë gabim. Shumë ka dallim koncept. Unë kur flas për gabimet që janë prezente, a e kam për qëllim t'i ofendoj ata, apo e kam për qëllim t'i vetëdijsoj se janë gabim. Shumë ka dallim, shumë kush i flet, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi, për gabimet që janë, për t'i ofendu ata. Dhe tjetër të njëjtin hadithe përmend me qëllim për t'i vetëdijsu se janë gabim. Se unë kur du me vetëdijsu, të vetëdijsoj pse mbdhime se janë gabim. Kur du me të nënçmu me ajete dhe me hadithe, qofte edhe jo musliman. Sot nuk kam qëllimin ta uzet, kam qëllimin ta në përkam bejat. Ai su mdhimet mu, pse urreje bëj një gjë të tillë. Shirim davet me urrejtje, davet pse dhimet. Me ajet me hadith, shpesh njerëzit bëjnë davet me ajete, me hadithe, pse urrejnë një njeri, jo pse u dhimet pse ka rënë gabim. Allahu na udhëzoft dhe na përmirësoft. Dhe na mësoft që hakin ta themi pse është hak, e jo për ta nënçmu palën tjetër. Se çdo popull për shembull i ka urfën e vet, traditën e vet. E ne si shqiptar për shembull, ose në këtë vend që jetojnë, si musliman, a duhet edhe ne me këshirë pak atë urfin, rrethtin tonë që jetojnë ato, që të binacional, që më konë këtë që jetojnë. Me këshirë, më bo se për ato se ka të hecë, ja ka, që e kina zana, dhe aji se shka ka tja ku që në shku. Kjo, edhe... Kjo do të thotë është pa drejtësi, e përmenda në fillim që Islami urdhënon që me qenë drejtë edhe me jo besimtartë. Pa më parasysh se kush është ai. Që është fatkeqësia e madhe, që e përmendi këto. Vjen një jo musliman prej Amerike. Vjen qarshi, ke shqiptar të njën ati lepe. Oh, hi, Mr. Welcome, tërtan vërta. Vjen një Maqedon, mërshtam. Leje ki se zba. Nëse ka dikush për parsin mirësie dhe ka ki që është joni këto. Se bashketojmë na me ketë. Apo për ditë e ki ketë këto, kush i e kije? Kush i me shpi, kush i me qytet, kush i me shtet, apo njëtin pasaport. Kur neve na vesin, qëfar nacionaliteti i, qëka na shkruan? Qëfar në shtetësi e ki? Albanian a Macedonian? Qëka na shkruan ne? Macedonian na shkruan. Apo? Pse jetojmë me këta në bashkë? E pse na matë, që s'na bashkon kur gjo matë, as gjumë si adim, as kulturën, as traditën,
as fejen si adin. E ma të rim, si ma mirë, këtë që i kimi kujshi, si dhe mi ketë që me ketë. Që është dhe më thonë problem është kjo është dhe thët, me të vërtet shumë defekte i madhë, që shpesher na fatkecish bingë si gabime në kësi. Ndikon ekonominë tonë. Ndikon, pa dëshim. Na të njerë du të me dalë edhe në likurin e palës tjetër, me vetë në ata, se na kitë shqiptarët mendojmë se i na perfekt. Shko veti Macedonë që ka mendojmë për neve. Kur të nisit në renditin, me të vërtet do punë që i kemi na pa lidhje, ti habitësh, psa e ti studion, sidomos na që kina qef për mizën me bo bull me zvete, shkoku i interesave, dikuj kjo ndodhë, natyrisht, shoku i politikave dhe interesave, dhe thot, të ndryshme që janë të troje, ndodhin këto probleme, se realitet nuk ban me egzistu kësi faru rejtjesh në mesin e kësoj populatë. Wallahu alam. Atë më zënë që ati se dëqish, bëmë studit të ta. Spa. Si kritëm, edhe në tjetër, shtu në tjetër, këna masa shumë. Hane përëm ka një kafe pini. Ma si s'keni pi shpije se pini ka një kafe. Përëm. Përëm. Arkam. Sen kim misafir? Po, është shumë masa shumë. Pëndrojnë o zotë, sa të kemi të kërësën, marë e Ismailën dhe ta, ati Fijamisi Sabrem, dhe në tjetër e kina Jusuf, a dhe parë një është një. Që është të një? Sa jo, ka një? Ma nëmë rasistë dhe të forë. Ta rishala, e për tjetër. Dere me zekë. Albani, qoftë në projnë të Macedonë për atë të gazderisë. E mos nga që shkuptojë si të. Po e shumë, është që në një kemë Ka me jo për këti, do zdi shpanjollisht, do i shpanjollisht. Ne, qetëri më ishë, mikrofon. Ajo është Filipini, të ftufa, ka për një shpanjolli ka për... E di ku i kiti, pa dhe mësër për me dhe me nikin. Se ka shumë i ka në mëndojnë, Ato është me nësë. Momenti shpër në sopë, se do e ka dhe pak në kasën. ka marrë gjajke në gjithë. Apo më ma pak një tim dhe në qëta sejnë. Kam drejt, stri. Ja.